Përshëndetje popull, ka marrë Berlin, këtu jam te stacioni qendror i Berlinit në tren dhe jena gati për një tour guide në Berlin. Popull, ka marrë në Reichstag Building ose nërsh parlamenti i Gjermanisë. Këtu jam në terracën e parlamentit. Është një vend shumë i bukur dhe ka një histori shumë madhe, siç e dim gjithë. Gjermania ka kalu luftë shumë ashpër, sidomos luftën e dytë botërore. Këtu te ky obor është bërë një luftë shumë e ashpër me sovjetët kundër nazive gjerman dhe pastaj sovjetët arritën më deri këtu dhe çuan flamurin e Bashkimit Sovjetik. Është marrë një luftë shumë e ashpër flitet këtu. Dhe ky vend ka një histori shumë interesante. Këtu është kupola e saj me xham. Ama është Aleksandr Plazi. Këtu jena midis terracës, do me thonë hyrja është e falas, po do ka me bërë një aplikim online. Është një vend shumë i bukur dhe interesant si ja vlet çdo kush me vizitu. Dhe poshtë është parlamenti i Gjerman. Kjo ndërtesë është përfunduar në vitin 1894 dhe ka qenë parlament qysh atëherë deri më sot. Do me thonë shumë vite parlament. Tu ka qenë vit në parlament dhe Adolf Hitleri dhe këtu arritën me luftën kundër Adolfit arritën sovjetët mund gjitë deri këtu. Këtu jam mërën të godina e parlamentit, ato karriket blu aty po s'duken nga që ka gjama është e mbyllur. Karriket blu aty janë ku merrin në seancë deputet edhe kancelari i Gjermanisë. Këtu pra jam dhe në oborrin e parlamentit, kështu duket oborri i parlamentit. Edhe këtu kanë mbledh njerëz turista, shkolla nga jashtëti, nga vende ndryshme. Kjo pra është parlamenti dhe këtu është majt lufta siç ju thash dhe më parë, lufta ashpër. Këtu jam në përkujtimoren e Tiergarten. Ky vend ka qenë një vend si e kanë ndërtu sovjetikët në kohën si e kanë pas pushtu Berlinin, se Berlini ka qenë shumë kohë i pushtuar nga sovjet edhe nga forcat perëndimore Angli, Francë, Amerikë. Këta kanë ndërtu sovjetët për kujtim të dëshmorëve si kanë ra, dëshmorëve nga Bashkimi Sovjetik si kanë ra në luftën kundër nazive. Këtu është monumenti kryesor, këtu janë tanket e asaj kohe si i kanë marrë këtu për kujtimore. Këtu jam te Gate of Brandenburg ose Porta Brandenburgut. Kjo ndërtesë është nga ndërtesat më të famshme në Berlin dhe si ka më shumë turista. Kjo pjesë, kjo zonë domethënë ka qenë ky monument ka qenë shumë afër kufirit, se e dim gjithë se Berlini dhe Gjermania kanë pushtuar mas e luftës dytë botërore, janë pushtuar një anë nga Bashkimi Sovjetik, ana tjetër nga forcat perëndimore Angli, Amerikë, Francë. Këtu a kanë shumë afër murit Berlinit, si janë dy pjesë, një anë kanë qenë perëndimora, tjetra Lindoria. Lindorin e kanë udhëheq sovjetët, perëndimorin e kanë udhëheq Anglia, Amerika dhe Franca. Kjo ka qenë shumë afër kufirit dhe kjo zona ka qenë e pakalueshme në ato vite. Edhe rreth viteve 90, diku aty u çliru, domethënë qyteti, u bashku prapë dhe tani është si simbol i bashkimit. Edhe është një vend si ka shumë turista këtu në shesh. Këtu ndodhemi te memorialet e hebreve që janë varë këtu në fakt në Gjermaninë naziste, në ato kohë kur ka qenë udhëheq Adolf Hitleri, janë vrarë rreth 6 milion hebre. Dhe ju kanë bërë këtë monument për kujtimore për ato që janë vrarë në Gjermani. Në ndryshë në fakt. Këtu është muzeumi i vjetër i Berlinit dhe këtu është katedralja e Berlinit. Hyrja është rreth 10 eurë te katedralja. Këto pra janë vendet. Vende interesante dhe të bukura siç i shihni edhe vetë. Aty më ka bën shumë përshtypje ai balon si është i ka ngel në ajër. Nuk e di a duket, po. Ai balon aty. Do ju tregoj më vonë në një pamje tjetër. Është një balon si më duket e kanë kap me
litar hekri, të madh gjigant edhe rrin si i varur gjithmonë aty. Ky pra është dhemi. Këtu është muzeumi i Pergamos, ka kryesisht gjëra antike nga Roma antike, nga Greqia antike dhe nga Babilonia. Këtu janë të Checkpoint Charlie. Kjo ndërtu rreth vitit 1961 mas ndërtimit të murit Berlinit si ndatë dy qytetet dhe ishte një pikë ku kaloshin diplomatët e të dyja vendeve, si të lindorëve se të perëndimorëve. Ky ishte checkpointi si kaloshin të dy anë dhe shumë shpesh këtu kishte tensione te ky person. Kjo pra që Checkpoint Charlie. Kjo është ai baloni si u bata thonë më përpara. Shikoni se si është, sa interesant është. Këtu te topografia e terrorit në Berlin. Këtu shohim Hitlerin me Himmlerin. Dhe këtu është një vend si tregojnë shfaqin, domethënë gjëra si kanë ndodhur gjatë nazizmit, vonën si u ka ushtruar armiqve Hitleri. Shfaqin shumë gjëra këtu brenda në muzeum. Është një muzeum shumë interesant me hyrje falas. Dhe deshta më thonë se Shqipëria ka qenë vetëm një vend si ka mbrojt dhe nuk I ka spionu të nazit hebret. I vetëm një vend në Europë, besoj, dhe kena marrë çmimin e për këtë gjë. Dhe me thonë jemi nga vetëm të gjitha shtetet tjera të Europës pak a shumë I kanë spionu të Adolf Hitleri hebret. Kështu që këtu tregon shumë gjëra interesante me do shifni, shumë imazhe dhe fotografi shumë të asaj kohë si çdo njeri duhet me I pa nëse viziton Berlinin. Tu shohim fotografi njerëz që si u mbledhshin të nazistave. Kështu që për në fakt sot e shfaqen se kriminal më të madh Adolf Hitlerin ka pas edhe më kanë qenë tjerë para ti si janë kanë bërë më shumë krime, Cengiz Hani, Aleksandri i Madh, po sot njerëzimi e shfaq këtë si më të rrezikshëm. Po kanë bërë krime dhe popull tjerë, nuk është vetëm ky. Është të theksoj se këtu ku njohet sot ky muzeum me këto gjëra, ti ku ka qenë ish Gestapoja I nazive dhe të SS. Këtu ka qenë ish Gestapoja. Baza e kryesore, në bazat kryesore të Gestapos në Berlin. Këtu ka imazhe gjëra nga persekutimet ose nga piroshtëshin. Ka shumë imazhe se mund të shohë njëri një pamje nga ato vite. Këtu shohim persekutimet e bërë nga nazistat në Greqi, në Serbi, në vende tjera. I kanë spionu këto shtete, sidomos Greqia ka pas një spionat shumë të hebreve, ju ka dhënë gjitha informacionet e nazistat dhe janë persekutuar shumë nazista në Selanike, edhe këtu shohim vend Belgjike, Hollande, në shumë vende. Hungarie, në shumë vende. Domethënë nuk janë persekutuar hebre vetëm këtu, janë në Gjermani, janë persekutuar në gjithë Europën, përveç në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka pas asnjë spionim, asnjë, domethënë nuk ju kena dhënë informacione ne si këto shtete tjera. Një po dal nga ish Gestapo, pa shumë pamje, kishte edhe tortura si u ka bë venelive gjermanëve si kanë dalë kundër regjimit të tij, kishte si u ka bë sovjetëve. Adolf Hitleri në fakt ishte me origjinë nga një qytet si janë kufi në Austri, nga Austria, kufi në Austri me Gjermani, dhe ai u bë ishte në fillim një piktor I dështuar, por nga piktor I dështuar u bë ushtar në luftën e parë botërore dhe mas pak vitesh u bë diktator në Gjermaninë. Por thojnë se ishte shumë nacionalist për Gjermaninë, ka luftuar në luftën e parë botërore për Gjermaninë dhe kështu arriti mja marrë popullit mendën për medalje politikan dhe numër në një shqip më I preferumi. Dhe I gjanë se deshta me thonë, ai kishte super qethje në ato vite. Në Shqipëri tani e kanë filluar qethje. Mas viteve, tani vitet e fundit, ai pasa bë qethje super qethje në ato vite. Shumë përpara pasa qenë për qethje. Jam në Designer Outlet Berlin, dhe me thonë vendet si shiten rrobat më lirë se sa çmimi si shiten dyqanet, dhe me thonë
sezonit kaluar, janë ato që nuk shiten sezonit kaluar, i çojnë outlet, ka çdo shtet outlet, edhe i shesin pak çmima të lirë. Ishte një orë e gjys, ishte shumë larg. Një orë e gjys me tren e autobus jashtë qendrës Berlinit, i shumë goxha shumë larg nga qyteti, e tani shkojmë ta eksplorojmë. Aja vlen e çfarë dyqane shka, shof Nike, tash do kalojmë edhe para në qendër si të fut me se çka ka. Ne kam hyrë në outletin e Berlinit, kështu duket. Ma shumë kam marrë me ju thonë drejten për dhe North Face, unë edhe si kur t'isha milioner, Gucci, kështu gjanë, është Louis Vuitton e qanë këto, si preki me dorë, se si s'mi interesojnë. Në mënimin tem, një person nuk ja ble me vonë aq shumë lek sa bajnë ato, se të bëmë punët roba, janë. Ka marrë shumë për dhe North Face, ta shof qa ka. Vend i bukur, vend interesant, ka lloj markësh, gati gjitha. Qa ka në Europë, markat shiten Adidas, Nike, e kishte edhe North Face. Shumë marka ka. Dhe tani shkojmë nga afër t'i shohim se çfarë do ketë. Tommy Hilfiger shoftu, Falke. Shumë marka ndryshme. Mirëmjes o popull. Kena ardhur te një park këtu në Berlin, quhet Trap Tower Park. Është një park shumë i bukur, ngjan pak a shumë me liçenin artificial, po këtu ka lënë një lum, nuk ka liçen. Ka lënë një lum i madh, një park shumë interesant si vijnë këtu qytetarët e Berlinit ose turistat. Bajnë hece, vrap, gjiro në biciklet, vinë shkolla, familjar. Do me thonë një vend shumë i bukur, interesant. Si ja vlen çdo kush me vizitu, po vizitoj Berlin, qoftë se i pëlqejnë paqet e gjanat. Hey, këtu jam në Garitzle Park, diqysh kështu quhet, një park shumë interesant, shumë i bukur me fëmijë, por mbani disa përshtypje, por ju si kujtoni se vetëm Shqipëri ka korrupsion të keqe. Midis parku ka lëshën fëmijët, dilshin shumë shitsa, si shesin drogë, këtu shit drogë, midis rrugë. Do me thonë, nuk është vetëm Shqipëria, ku është shteti Gjerman, pse nuk i arreston këtë, nuk e din. Më thanë dhe informacion dhe njerëz se kjo bëhet shumë vite kjo mohabet. Të janë gjëra si i din shteti, po s'ka që ju bën. Kjo pra është Europa për disa, për ju, si kujtoni se vetëm Shqipëri ka korrupsion, nuk ka. Në gjithë Europën është kështu. Në gjithë Europën ka korrupsion, dhe në gjithë Europën ka të keqe, jo vetëm Shqipëri. Këtu është muri i Berlinit. Do me thonë, ish muri, se muri është shem, e kanë lënë një pjesë të vogël, këtu dhe në disa vende tjera, dhe kanë pikturu gjana, në gjithë murin do janë gjana turpshme, kanë pikturu gjana në gjithë murin, piktura gjana, me tregu lirin dhe çlirimin nga muri. Dhe aty sipër, nuk e dia duket, të ajo godin aty, duket pak bash këtu sipër, është fiksimi ton shqiptarëve, shenja benzit ton, se e kena fiksimi madhe i vogël. Aty është zyra qendrore të Mercedes-Benzit Berlin. Leviz, do me thonë, ajo stampa benzit rrotullu qështu. Këtu shohim Uber Arenën. Është një arenë si lozin hoki mrena, dhe është sallë mbledhjesh, bën një sallë shumë gjigande mbledhjesh. Shikoni, këtu është kisha gjermane. Këtu është koncerti, do me thonë, ndërtesa koncerteve, dhe këtu është kisha franceze. Gjitha këto vende paka shumë me një natën, si duken, paka shumë afër janë gjitha në gjitme. Shumë vende, afër checkpoint Charlie, një 10 minuta në kam. Shumë vende të bukura, shikoni si duken në natën. Këtu pra janë te hosteli jem. Hostel, unë nuk rrinë hostel, po kam marrë dhoma në hostel. Do me thonë, 2 dhomë private, jo dhoma si rrinë me shumë tjera. Kishte opcionin këtë hostel me pas dhoma private. Jam te AO Hostel Berlin Mitte. Për 45 dit kam pagu 200 euro për 2 persona, shumë çmim ekonomik. Përmes bookings.com, hosteli kishte shumë bipopularizim, shumë rini, shumë poshtë ka parkim. Tregoj neshje, është një hostel shumë interesant dhe ekonomik dhe i pastër. Për ato si ju se kanë problem me ndajt një persona tjerë, mund të rezervojnë këtu shumë lirë dhe shumë afër qendrës, shumë afër Berlin, shumë afër Alexanderplatzit. Për ato se kanë problem me ndajt një persona tjerë, mund të bëjnë, kurse për ato si dojnë të rinë
privatisht, ka dhoma opsione private. Këtu ka marrë të monumenti sovjetik në Trep Tower Park në Berlin. Është një monument, një vend si nderojnë 7.000 ushtar të Bashkimit Sovjetik si kanë vdekur kundër nazistëve këtu në Berlin. Ka është një midis parku, një vend shumë i mirë mbajtur. Aty keni një skulptur si duket nga larg. Ajo skulptur simbolizon është një ushtar me një fëmijë në krah dhe ka shkelur flamurin e nazistave për treguar se sovjetët fituan ndaj nazistave. Këtu tregojmë përgjithësi këtu ka shumë monumente ruse, domethënë Bashkimit Sovjetik. Këtu tregojmë një simbol tyrin. Këtu janë dy ushtarët me Kalashnikova në dorë, si janë për ulun. Një është aty dhe tjetër është këtu. Një park shumë interesant, shumë i madh dhe si ja vlen çdo kush me e vizitu një herë me po. Këtu ka marrë të një memorial muresh tjetër, si tregon fillimin. Masanaj janë tregon me fotografi se si është zhvilluar muri në 63-shin, 64-ën, 66-ën, 86-ën dhe në 90-ën si ka përfunduar. Tregoj njerëz, na tregojnë do fotografi nga njerëz si shikoshin nga muri me pa murin, me pa anën tjetër, si shikoshin. Këtu në 90-ën e kanë shem murin. Dhe aty ku janë ato hekat, aty është kënë muri tjetër, dhe me thonë nga një në ana kënë ky mur këtu. Ky është i vërtet real, original, i mbetur. Aty ku janë hekat ka qenë pjesa e murit tjetër. I gjënë shumë interesante si ja vlen me po. Histori e gjallë. Dhe kjo është një nga pjesë taman originale të murit. Si është më theksumja, aty sipër kënë qendra e mbrojtjes njerëzve. Këtu është muri nga kjo pjesë, muri nga pjesa tjetër nuk duket. Po është aty. Shikoni si ka qenë. Tu shohim disa intervista më përkthim anglisht nga njerëz si kanë arrit me kalu nga Berlini lindor në perëndimor Psherazi, si kanë kalu domethënë dhe thonë se nuk kanë pas qef me jetu në Berlinin lindor shumë se kanë desh të me pas me qenë më të lirë dhe me pas të drejtat si kanë pas më përpara, domethënë kanë desh një jetë më të lirë dhe Berlini lindor ju ka punë disa masa dhe nuk kanë qenë aq lirë se sa kanë desh këto. Kështu thonë këta sipas tyre. Këtu është muzeumi përballë murit, si tregon historira dhe gjëna në video të asaj kohe të njerëzve si kanë përjetuar vetë. Dhe këtu e shohim murin nga ana sipër, erdhëm mund gjitem këtu, nga një anë këtej jemi në zonën perëndimore, andaj është lindorja dhe aty shkolla e mbrojtjes. Dhe aty mapa janë barrezat aty si kanë vdekur duke kaluar murin dhe kanë vdekur gjatë asaj kalimi si kanë bërë. Dhe më interesantja kësaj historie se muri u shem nga një deklaratë një gazetari, si tha, tani do kalojmë pa do jemi të lirë me kalu doganën, si ishte një lajm i rrem, por nga lajmi ati gazetari shkruan gjithë popullata e Berlinit lindor për me shem murin edhe me kalu. Edhe efektivet e policisë të thequr nga Berlini lindor nuk nërhyn me masa trepta, dhe me thane lënë mas durat punë dhe u formu kjo gjë nga një deklaratë e një gazetari gabimisht. Tani nuk e dia ka bo gabimisht ashtu, po nuk ka qenë e qëllimi, nuk e di pse ka bo deklarat. Ajo ka qenë një deklarat jo urdhruar nga shteti, por urdhruar nga i gazetar. Gjoja se shteti ka thënë mua dogana, por nuk ka qenë ashtu. Pavarësisht se u realizu fjala e gazetarit. Tu shohim kishën Wilhelm, një nga kishat më të bukura këtu në Berlin. Aty mbrapa shohim prap fiksimin e çdo shqiptari benzin. Edhe kjo është kisha Wilhelm, një nga kishat më të bukura si kam pa në Berlin. Këtu shohim
një ndërtesë gati 70 metra, është kolona e Berlinit fitimtar. Këtu. Edhe është ndërtuar në vitin 1873 nga Mbretëria e Prusisë. Po mora edhe nga një makinetur aty mbrapa revolutit, këtu në Berlin, ka bankë e falas Revolut. Revoluti është një bankë internacionale, si e përdorin kryesisht në Bashkimin Evropian. Ato si kanë dokumentat Bashkimit Evropian. Nuk e dija kanë hap akoma në Shqipëri, por shumë shpejt do hapet në Shqipëri për përdorim nga shqiptarët. Po me porosit nga aplikacioni e pagun. Unë e kam edhe originalen, e mora edhe një falas, si s'ka dënë 2031. Mund të më s'ka dëte për një vit, tani e mora falas. Edhe kjo ishte videoja. Tani jam në aeroport Berlinit dhe po igi. Shifemi shumë shpejt në video tjetër.